الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Për urtësisë së thellë të Allahu subhanahu wa taala është se ai te baraka wa taala ka vendosur ditën dhe ka bërë ditën që njerëzit të punojnë gjatë saj dhe të lvizin e të gjallërojnë gjatë saj. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala e ka bërë ditën e ndritshme, në mënyrë që njerëzit të dalin gjatë saj dhe të kërkojnë furnizimin dhe rrezikun e tyre. Padyshim që kjo na nxit që ne të lvizim, të investojmë në jetën tonë, ta braktisim dembelin, ngecim prapa. Dhe kjo na bën të kuptojmë se Islami i jep rëndësi të madhe lëvizjes dhe punës dhe aktiviteteve ditore. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa ja'alna an-nahara ma'asha." Dhe ne e kemi bërë ditën kohë për të punuar e për të gjallëruar. Pra kuptimi është se Allahu subhanahu wa taala ditën e ka bërë të përshtatshme dhe ka bërë të tillë që njerëzit gjatë saj i kanë gjitha mundësitë para vetes që ata të dalin, gjallërojnë, punojnë dhe të kërkojnë mjetet e jetesës së tyre në këtë botë. Ashtu siç Allahu subhanahu wa taala e ka bërë natën mbulesë dhe rahati e qetësi. Pra në ditë ka ndryshim, ka punë, ka përpjekje dhe sakrificë. Andaj fetarisht është e urryer që njeriu musliman ta kalojë ditën e tij në gjumë e në dembeli. Në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala thot: "Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha." Allahu është ai i cili u ka bërë juve tokën të nënshtruar, të përshtatshme për të punuar në të. Famshu fi manakibiha, andaj dilni dhe esni në për rrugët e saj, në për viset e saj. Nga kjo që u tha e kuptojmë se është shprehi e keqe ajo në të cilën mbin shumica e njerëzve sot, përjashtim të atyre që ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala, cilët natën e kthejnë në ditë dhe ditën në natë. Kjo e kundërshton natyrshmërinë, në cilën Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar këtë univers, natyrshmërinë njerëzore, e po ashtu edhe e dëmton shëndetin tek njeriu. Pra mes ditës edhe natës ka një kontrast shumë të çuditshëm që e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Dyjat janë ajete madhështore, mrekulli madhështore të Allahu subhanahu wa taala që tregojnë për fuqinë e pakufishme të Allahu subhanahu wa taala. Mirë po për shkak se ne vazhdimisht i përjetojmë këto begati të Allahu subhanahu wa taala, pra ndrimin e natës dhe ditës, mund edhe të mos ja kujtojmë vetes mrekullinë të cilën Allahu subhanahu wa taala ka vendosur në to. Por begatia e natës kthehet tek rahatia, qetësia, ndërsa begatia e ditës kthehet tek ajo se ti duhet të përpiqesh, të mundohesh të punosh. Nga kjo po ashtu përfitojmë se feja jonë islame është fe e përkryer, e cila e çmon shumë punën e njeriut, e vlerëson shumë punën e njeriut dhe atë se ai duhet të punojë dhe të mbështetet në veten e vet e jo të mbështetet tek tjerët, jo të ashtrej dorën të tjerëve, e të shikoj se çfarë mbajnë ata në duart e tyre. Kjo na nxit që ne të punojmë, gjallërojmë dhe të lvizim. Na jep të kuptojmë se besimtari që punon, besimtari që është i vendosur e serioz, është shumë më i mirë se sa ai besimtar i cili ditën e kalon në gjumë dhe në përtasi e dembeli. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka bërë të ditur këtë në një hadith ku thot: "Ma akala ahadun ta'aman khayran min an ya'kula min 'amali yadihi." Thot askush prej muslimanëve nuk han ushqim më të mirë, më halal, se sa ai që han nga puna e duarve të veta. Pastaj tha: "Wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min 'amali yadihi." Dhe vërtet se profeti Allahu Davudi alayhis salam ushqehej nga puna e duarve të veta. Edhe Omeri radhiyallahu an i këshillonte muslimanët dhe u thoshte: "La yaq'udanna ahadukum an talabi ar-rizq." Mos lejoni asesi që të mos dilni për ta kërkuar rrezikun, duke përdorur arsyetim duke thënë: "Allahumma rzuqni, o Allah, furnizom." Thot: "Wa qad alima anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fidda." Ndërkohë që ju e dini, thot se qielli nuk lëshon ari e as argjend. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na tregon se edhe profetët e tij ishin të tillë që punonin dhe dilin në përtregje e kërkonin rrezikun që u ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.